Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut Zotit Gjithësisë. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I cili kreu mbi ne amanetin e Allahut dhe na I drejtoi zemrat me Kur'an, që është fjala e Allahut, udhëzuese për jetën e kësaj bote dhe shpëtuese në jetën tjetër në ahiret. Mëshira Allahut qoftë për mbi të gjithë ju që jeni këtu. Allahu na fal, na mëshiroft. E lut Zotin që inshallah na I pranoj këto agjërime të sotshme dhe të gjithë veprat e mira ditën e xumë, namazet, sadakat, të gjitha Allahu na I pranoj inshallah. Elhamdulillah, mretëm edhe në natën e 17, nëse si kam numëruar gabim, të teravis. Pra namaz sa të dush, agjërim sa të dush, veprat mira sa të dush, e inshallah do t'i kemi si mbrojtje përpara Zotit xhel xhelaluhu. Unë sona desha t'ju flas për njërin nga shtyllat e Islamit, me të cilën ndërtohet kjo fe, apo baza e kësaj feje, këtij besimit tek Allahu xhel xhelaluhu. Dhe kur themi baza e kësaj feje, kemi për qëllim baza e të gjithë feve në përbot, pra është pikërisht kjo që inshallah do flasim në pak minuta sonte. Ju keni një gjuhë për një shprehje që populli thuj se e ka mësu, I pjesë e madhe, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dhe më thanë, dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut që meriton t'i përkule njerëzit, ta adhuroj njerëzit, ta falenderoj njerëzit, ta nderoj njerëzit, dhe dëshmojmë se pejgamberi Muhammed është robi dhe I dërguari I Zotit. Kur jemi këtu tek pjesa e parë, pra ashhadu an la ilaha illallah, dëshmojmë për Allahun, I cili është I vetëm në adhurim, pra nuk ka të ngjashëm në adhurim, dhe adhurimi I drejt, I pastër, I sinqert, I takon vetëm Allahut xhel xhelaluhu. Kjo është dëshmi që përmendet në librin e Zotit në Kur'anin e Madhërueshëm. Allahu xhel xhelaluhu ishin ato thotë që dëshmuan për njësimin e Zotit xhel xhelaluhu. Pra disa besimtarë të pastër, sinqert, dëshmuan për Allahun xhel xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se kjo është çelësi I xhenetit. Pra nuk mund të ndodhi që një njeri dali përpara Zotit me këto dy dëshmi dhe të mos jetë prej banorëve të xhenetit. S'mund të ndodhi. Pra, në ditën e llogarisë, ai që del përpara Allahut xhel xhelaluhu, me ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, do të jetë prej banorëve të xhenetit. Sigurisht që duhet përmbajtja. Pra, kur themi ashhadu an la ilaha illallah, thamë që është çelësi I xhenetit, por çelësi e dini ju që ka disa dhamza të vogla, edhe nëse ta dhamzat nuk përputhen me atë derë që do të hapet, nuk e hap. Nërsa dhamzat në rastin ton tek kelime shahadetit, do të thonë fjala e dëshmisë, janë pikërisht përmbajtja. Çka është përmbajtja? Edhe njerëzit pra ne duhet vënë në xhami të mësojnë mas namazeve, mbasditje, të dielave, të shtunave, duhet marrë me mësuese, do t'ju duhet ky mësim. Se punë dynjaja keni mësuese atë dush, po duhet ky mësim. Çfarë na tregon dëshmia? Ashhadu an la ilaha illallah. Pra, në pamje të parë vërtetojmë që nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Pra, adhuruesi është një.
Krijuesi është një, sunduesi është një, falësi është një, mëshiruesi është një, dhënësi rrezikut është një, ai që jep xhenetin është një, ai që jep xhehenemin është një, ai që na mban në këtë jetë është një, ai që na furnizon është një, ai që na ka lënë prej kësaj jete është një. La ilaha illallah. Edhe nuk ka si të diskutohet më për s'dyti kjo. Dhe kur vjen në këtë pozicion, ti duhet me qenë i kujdesshëm tash. Për këto zotat e tjerë që dalin rrugës, del njëri atë me mal për shembull, e kupton? Ka dali veni mirë atje. Të jemi la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Unë javë Allahun Zotin e gjithësisë. Ishte një sepse ai na solli, na krijoi për herë të parë ne, edhe gjithë shka shohim dhe nuk e shohim ne, ai e krijoi për ne. Nuk ka tjetër që të ketë mundësi që të krijoj. Edhe themi se ajo është i vetëm, se po të ishin dy do të kishte probleme. Do shkatërrohej bota, nuk e di. Pra është një, i vetëm, i pa shok, i pa ortak, që meriton pra të gjitha adhurimet tona. Dhe ti do të përmbahesh tash. Sa fallxhor dalin rrugës atje me vrapte për dërman. Kishte dalë një tjetër atje, edhe i tjetër atje. Ti je me la ilaha illallah. Masara. I mbështet tek Allahu, adhuron Allahun. Edhe në këtë moment, kur ti thu la ilaha illallah, atëherë do të studiesh, do të shohësh pak, ore, Allahu, do me thonë se unë që jem krijesë e Zotit, do të bishin mendesh. Unë që jem krijesë e Zotit. Atëherë them, pse Allah na solli në këtë dynjë, në këtë botë? Edhe po i modhe Zot përgjigjet. Allahu xhalla xhelalu thotë: "Ve ma khalaqtal jinne wal insa illa liya'budun." Njerëzit, gjinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për të njohur, vetëm që të më adhurojnë. Pra destinacioni jonë në këtë botë nuk është se ne do të mundona me shiju ose me i maru të mirët e Zotit këtu. Ju pa e shifni vetë, a jeni njiftarë gjithë. Për 3 minuta haur shqimë së në hashma. Ka qërë knajtësi të kësaj bote. A bon të shesë të shti për kaq pak vlerat kësaj bote të ndrysh imanin, besimin të Allahu xhelle xhelalu, dhe të zëvendësosh me këto që dalin kështu rrugët. 3 minuta buk, me knajtësi, maroj puna. Shko flej gjumë, 5 orë, 6 orë, flej për apjes, flej më dhe, jam gopë. Kështu janë gjanat e dinjos, gjitha. Marojnë gëzimet, marojnë hidhrimet, kretë, kalojnë këto, sepse nuk ke ardhë këto ti për tjetër gjohë, vetëm që të adhurosh Zotin xhelle xhelalu, për të kaluar dhe këta sprova që i përmendëm.